brenda ishullit privat të Cristiano Ronaldos. Pasuria neto dhe stili jetës së Cristiano Ronaldos. Pasuria neto e Cristiano Ronaldos është $500 milion, duke bërë atë një nga atletët më të pasur në botë. Pra, çfarë bën dikush me gjithë këto para? E po, sigurisht, blen një ishull. Futbollisti i famshëm botëror tani zotëron një pjesë të ishullit privat në ishullin Madeira, i cili bëri bujë në mediat sociale kohët e fundit, pasi Ronaldo kaloi kohë atje me familjen e tij gjatë izolimit. Sa kushton një ishull privat? Sa pagoi për të është e panjohur, por një ishull grek varion nga 3.4 milion deri në $54 milion. Çmimi, megjithatë, nuk duhet të jetë shqetësues për Ronaldon. Sipas Forbes, ai fitoi gati $80 milion vitin e kaluar, duke bërë atë atletin e tretë më të pasur në botë. Bota e Ronaldos. Madeira, Portugali, ka pamje nga Oqeani Atlantik dhe është në thelb bota e Ronaldos, me pamje të mrekullueshme, diell gjatë gjithë vitit,